Ata nga përdorin simbolet tona kombëtare, historinë dhe kulturën tonë kombëtare, por bijtë e tyre nuk i ngritën në kampinet tonë kombëtar. Ata duke pasur ndihmën e VMRO-s dhe LSDM-s, nuk e kanë ngale për asgjë, janë në pushtet edhe kur ju mendoni se janë në opozit. Ata organizojnë protesta në shesh Shkupit për Palestinë, ta nxjerrin në televizion shtetëror këtë ikon, por vetë shkojnë e puthin muhin e gurit në Jeruzalem. Ata janë gjithandej për shkak se kanë kushte dhe rrethona për të vepruar në Maqedoni, për ta kënaqur gushën e tyre, shije, të pagëzimit Bagdadit kundër shqiptarizmës në Maqedoni. Ata janë bijtë e Satanës, Luciferit, në skenarin e lojës së vjetër të Nikola Pashiqit dhe janë aktiv në Maqedoni për të dëmtuar interesat shqiptare në katishën e tyre.